Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. 308 nxënës të klasave të nënta në Gjirokastër ju nënshtruan sot provimit të parë kombëtar të gjuhës shqipe, i cili zgjati 2 orë 30 minuta dhe u vlerësua si mesatar nga vetë nxënësit. Procesi i provimeve do të vijojë më 22 qershor me gjuhën anëtare për pakicat kombëtare, me 25 qershor me matematikën dhe më 30 qershor me gjuhën e huaj. Prej dekadash, banorët e fshatit Jerm në bashkinë e Piniqit përballen me mungesën e ujit të pishëm. Banorët kërkojnë zgjidhje nga institucionet, ndërsa pushteti vendor bën me dije se Jerma pritet të përfshihet në një investim të ri për furnizim me ujë të pishëm. Heshtja nuk është gjithmonë qetësi, në shumë raste ajo bëhet streha ku fshihen dhuna, frika dhe mungesa e reagimit. Pikërisht të vërtetë vuri në qendër drama kur mungon fjala, e sjell në skenë nga studentët e Universitetit e Qerem Çabej në teatrin Zikni Sako të Gjirokastrës. Anastas Gjoka ju përkushtua zanatit të orëndreqësit që në moshën 17 vjeçare dhe prej dekadash e ushtron me pasion në Delvin. Sot 63 vjeça ai është i vetmi orëndreqës në qytet dhe shprehet se ky profesion është jo vetëm punë, por edhe trashëgimi që duhet të ruajtur. Ai apelon që të rinjtë të mos largohen nga zanatet tradicionale, të cilat po rrezikojnë të zhduken. Ju njohim tani më gjërësisht. Me nisjen e provimeve kombëtare të arsimit bazë, Ministria e Arsimit Mirela Kumbaro ka përcjell një mesazh inkurajues rreth 29.000 nxënësve të klasave të nënta në të gjithë vendin. Ajo theksoi se suksesi vjen nga puna dhe përgatitja ndër vite, duke i ftuar nxënësit të besojnë tek aftësitë e tyre. Ministria u kujtoi gjithashtu se në provim nuk ka nevojë për celular apo pajisje elektronike, pasi arma më e fortë mbetet dija dhe mendja e tyre. Ndjeki mesazhin e Ministres Kumbaro. Mirëmëngjes të dashur nxënës, mësues dhe prindër që sot përballen me një emocion tjetër. Klasat e nënta kanë provimin e parë në të 3 provimet kombëtare të këtij cikli. Jeni rritur dhe do të përballoni edhe sfida tjera në jetë. Por sot duhet të jemi të gjithë me ju, duke ju uruar me gjithë zemër suksese, sepse jeni mbi 29.000 nxënës të klasave të nënta në gjithë Shqipërinë që keni provimin e parë të një serie prej 3 provimesh. Madje dua gjithashtu të uroj edhe nxënësit, miqtë e mi të vegjël, por dhe të rritur njëkohësisht të Dropullit, të cilët në datën 22 kanë provimin e gjuhës tyre anëtare, edhe të nxënësit të cilët kanë provimin e gjuhës maqedonase, pra të pakicave kombëtare. Jam e sigurt që do të shkëlqeni sepse keni punuar fort, jeni përgatitur, mësuesit kanë punuar me ju dhe prindit ju mbështesin fort. Edhe ne të gjithë jemi sot me ju në këtë sfidë të bukur që tregon se ju jeni tashmë të rritur. Shumë suksese dhe mos harroni. Nuk keni nevojë për celular, nuk keni nevojë për ora smart. Mendja juaj e bukur është arma më e fortë që keni për të përballuar këtë sfidë të re të jetës që ju përgatit pastaj për betejat e ardhshme. Suksese të gjithëve. 308 nxënës të klasave të nënta në Gjirokastër ju nënshtruan sot provimit të parë kombëtar të gjuhës shqipe, i cili zgjati 2 orë 30 minuta dhe u vlerësua si mesatar nga vetë nxënësit. Procesi i provimeve do të vijojë më 22 qershor me gjuhën anëtare për pakicat kombëtare, më 25 qershor me matematikën dhe me 30 qershor me gjuhën e huaj. Startuan sot provimet kombëtare të arsimit bazë me atë të gjuhës shqipe. Të grupuar në 3 qendra administrimi në Gjirokastër, këtij provimi u nënshtruan 308 nxënës që këtë vit mësimor përfunduan ciklin 9-vjeçar të studimeve në shkollat e bashkive Gjirokastër dhe Libohov. Në përfundim të testit ata u shprehën se teza ishte e lehtë dhe koha 2 orë 30 minuta ishte mjaftueshme. Vështirë ishte i nivelit mesatar dhe për një nxënës që mësonte ishte i lehtë. Sa kohë ju desh që juve ta përfundoni? Diku te 1 orë gjysmë 2 orë. Teza ishte e nivelit mesatar, eseja mund të kishte disa kleçka të vogla, sepse duhet të bazoheshe tek teksti i dytë, por në përgjithësi ishte shumë i thjeshtë. Ishim në qetësim maksimale dhe besoj të marr jetën. Koha ju arriti? Po, na arriti dhe na teproi. Testi ishte shumë i thjeshtë. Mendoj se teza do ishte më vështirë, po dola shumë mirë, i bëra të gjitha. Edhe tekstet ishin shumë të thjeshta për të kuptuar edhe alternativat. Gramatika ishte çik më e vështirë për mua, prapë dola mirë besoj. Dhe në fund desen që duhet ta bënim të gjithë, e lash për të fundit që të përshëndresha edhe më mirë. Ju mjaftoi koha? Po, më mjaftoi. Bëra të gjitha, brenda 1 orë gjysmë besoj.
Pavarësisht kësaj, pati pyetje dhe ushtrime ku ata u vendosën në vështirësi. Po pika me vështirë, diku ku haset vështirësi, ku ishte? Gramatika kishte pak të vështirë. Tek eseja deri diku, por përgjithsisht esej ishte i lehtë. Besoj se te gramatika ishte pak më vështirë për mua. Kishte më shumë ushtrime të vështira dhe atje mendova pak më gjatë të tjera. Data 25 qershor do të shënojë zhvillimin e provimit të matematikës, ndërsa të hënën do të zhvillohet provimi gjuhëzamtare për nxënësit e pakicave kombëtare. Protesta qytetare në Gjirokastër ka hyrë në ditën e 12 të saj me tubime që kanë vijuar edhe pas ditën e së njëjtës. Qytetarët u mblodhën fillimisht në sheshin Çerçistopulli për të vijuar marshimin drejt lagjes 18 shtatori ku zhvilluan një tjetër protest. Edhe pse pjesëmarrja mbetet me ulët krahasuar me ditët e para, organizatorët bëjnë me dije se protesta do të vijojë edhe në ditët në vijim. Gjatë fjalimeve protestuesit theksuan nevojën për llogaridhënie, forcim të institucioneve dhe mbrojtje të pasurive publike, duke apeluar për më shumë angazhim qytetar në çështjet me interes publik. Prej dekadash, banorët e fshatit të Jerm në bashkinë e Finiqit përballen me mungesën e ujit të pijshëm. Banorët kërkojnë zgjidhje nga institucionet, ndërsa pushteti vendor bën me dije se Jerma pritet të përfshihet në një investim të ri për furnizim me ujë të pijshëm. Fshati Jerm në bashkinë e Finikit shënon numrin më të ulët të emigrantëve të larguar drejt Greqisë prej vitit 1991, në krahasim me fshatat e tjerë të kësaj njësie vendore. Prej 450 banorëve të regjistruar në regjistrin themeltar të gjendjes civile, 90 janë me banim të përhershëm. Sipas këtyre të fundit, fshati historikisht vuan nga mungesa e ujit të pijshëm. Madje, pas vitit 1990 është shkatruar rrjeti që çonte ujë të pijshëm në çesmën e vetme të fshatit. Ne kemi problemin e ujit, që kur hapën kufit. Më përpara si furnizoi? Prap nga çesma atje kishte nga natyra, po nuk kishte puse ato. Besë keni zgjedhur ju tani furnizimin me ujë? Tani vemi 2-3 kilometra dhe marrim ujë të pijshëm vetëm. Kurse të tjerat i kemi me sond, i kemi bërë. Në Ardasov. Në Ardasov. Keni ndërtuar puse në fshat? Kemi 60% e fshatit ka shpuar me sond dhe ka puse ujë për shërbimin personal. Çfarë ju kanë thënë për zgjedhjen e ujit? Na shpresojnë me shpresa. Na thonë se do mundohemi, po akoma presim. Jemi në pritje. Problemi kryesor i fshatit nuk ka rritur sjellsi, kemi patur para disa vitesh, por e shprishur me kohën e demokracisë, janë hequr gjithë rrjeti tubacion që ka qenë, dhe tani presim, sipas thënieve dhe deklarimeve që kanë bërë kryetari i bashkisë dhe shokët e tjerë që vinë të partive të ndryshme gjatë fushatave, që do të interesojmë dhe... Ka pasur burim fshati? Jo në fshat, s'ka patur burim, ka qenë në Raul, një fshat... Nga burimi i Rahullës? Nga burimi i Rahullës. Andej mirim ujë me usjellës, me tubacione. Sa i përket ndërtimit të puseve që kanë bërë banorët e fshatit, i shfrytëzojnë? Po thuaj si 100% shfrytëzojnë, se janë njerëz që janë këtu, se gjitha shërbimet, qoftë për vaditje, qoftë për larje, ose për shërbimet e tjera, edhe për ndërtime, përdorin ujin që kanë. Për të pirë shkonin në Ardasov? Për të pirë, vemi në Ardasov, marrim. Çesma që keni poshtë nga e merr ujin? Është burim. Mirë po edhe ajo gjatë beharit, shteron sepse nga janë puset e ndërtuara në fshat, edhe ajo shteron. Sipas burimeve nga pushteti vendor, por edhe nga sektori i usjellës kanalizimeve të kësaj njësie vendore, po bëjnë të gjitha përpjekjet që Jerma dhe disa fshatet të tjerë të njësive administrative Aliko dhe Livadia të përfshihen në një investim të ri, duke siguruar banorëve ujin e pijshëm. Një situatë shqetësuese mjedisore është konstatuar në fshatin Psar të bashkisë Këlcyr, ku 10 trambetje bagëtisht të ngordhura dërgjen në një përrua të tharë pranë zonave të banuara. Banorët shprehen të alarmuar për ndotjen e mjedisit dhe rrezikun që kjo gjendje mund të sjellë për shëndetin publik. 10 trambetje bagëtisht të ngordhura janë konstatuar në një prua të tharë pranë fshatit Psar në bashkinë e Këlcyrës, duke krijuar një vatër të mundshme ndotjeje mjedisore dhe shqetësim për banorët e zonës. Pamjet tregojnë skelete dhe mbetje kafshësh të hedhura në shtratin e projit, i cili për shkak të mungesës së rreshjeve është tharë pothuajse totalisht. Afërsia e këtij proji me zonat e banuara e bën situatën edhe më shqetësuese, pasi dekompozimi i mbetjeve organike mund të ndikojë negativisht në cilësinë e mjedisit. Kryeplaku i fshatit Psar Nexhip
Laze deklaron se kjo gjendje vazhdon prej rreth 2 muajsh. Sipas tij, janë bërë njoftime dhe ankesa pranë institucioneve përgjegjëse, por deri tani nuk ka pasur ndërhyrje konkrete për pastrimin e zonës apo identifikimin e autorëve. Ka filluar gjë lart në gjithësi. Edhe ka shtyp poshtë lumët. Edhe masa s'jam asnjë. Neve ne kemi frikë ne qysh po rrim, ne kemi njoftuar tër veterinarët e rrethit. Me masa sa më para që të mbulojnë ato që kanë ngordhur. Ja, të vish tani aty për teja. Aty. Nuk futesh dot aty. Ndërkohë Bashkia e Këlqyrës bën të ditur se është vënë në dieni të problematikës dhe se ka informuar institucionet ligjzbatuese për hetimin e rastit. Autoritetet lokale kërkojnë identifikimin e personave përgjegjës, ndërsa pritet edhe ndërhyrja për largimin e mbetjeve dhe riabilitimin e zonës. Patjetër që Bashkia e Këlqyrës ka konstatuar rastin, kemi shkuar atje, e kemi evidentuar dhe jemi duke përgatitur dokumentacionin e plot për t'u referuar organeve kompetente. Bashkia e Këlqyrës është e angazhuar për një mjedis sa më të pastër, për një mjedis sa më të mirë për qytetarët dhe gjithë banorët e Bashkisë Këlqyrë. Sipas informacioneve të mbledhura në teren, numri baktive të hedhura mund të jetë i konsiderueshme. Kjo dëshmohet edhe nga sasia e skeletëve të shpërndara përgjatë projit, duke ngritur pikpyetje mbi mënyrën e menaxhimit të kafshëve të ngordhura dhe respektimin e rregullave veterinare e mjedisore. Rastet me viroza në përmet kanë shënuar ulje gjatë kësaj periudhe. Mjekët e qendrave shëndetësore bëjnë të ditur se situata paraqitet e qetë, ndërsa shërbimi ndaj pacientëve vijon si në qendra ashtu edhe pranë banesave. Megjithatë, specialistët apelojnë për kujdes për shkak të temperaturave të larta. Numri i rasteve me viroza ka shënuar një ulje gjatë kësaj periudhe në qendrat shëndetësore, numër 2 dhe numër 3 në përmet. Mjekët thonë se fluksi i pacientëve që paraqiten për simptoma virale është i ulët krahasuar me muajt e mëparshëm, duke reflektuar një situatë më të qetë shëndetësore. Sipas mjekës Lavdie Hoxha, shërbimi ndaj pacientëve vijon normalisht, ndërsa krahas vizitave që kryen në qendrat shëndetësore, ekipi mjekësor ofron kujdes edhe pranë banesave për qytetarë që kanë të pamundur të paraqiten vetë për kontroll. Kësaj periudhe ne do të kemi kujdes pasi me rritjen e temperaturave janë virozat e ndryshme me dhimbje barku, me të vjella. Deri tani nuk ka patur, por ne kemi marrë masat. Raste ku kemi që nuk paraqiten në qendër shëndetësore, ne kemi vajtur për familje. Disa vizita bëjmë gjatë ditës, po. Për shembull, dje ishte një rast që ishte me temperaturë të lartë, me koll, me vështirësi frymarrje, kishte një javë. U paraqita në shtëpi, vizitova, u dha ida është mjekim, kam problematika të ndryshme. Që nga diabeti, që nga astma bronkiale, bronkopneumopatit kronike, janë me ishemi cerebrale, hemipareza, janë mbi 20 raste që japim shërbim shëndetësor në banesa. Megjithse rastet me viroza janë në rënje, bluzat e bardha bëjnë thirrje për kujdes të vazhdueshëm. E pare punës higjena personale. Pastaj në rast se ka viroza të tjera, domethënë ka të vjella, kemi trisolin. Në rast se ka bark, po ka edhe probiotik të ndryshëm që japim, edhe lëngje sa më shumë. Sipas bluzave të bardha, rritja e temperaturave mund të ndikojë në shfaqjen e problemeve të ndryshme shëndetësore. Ndaj, qytetarët duhet të tregojnë kujdes të veçantë, sidomos të moshuarit dhe personat me sëmundje kronike. Heshtja nuk është gjithmonë qetësi, në shumë raste ajo bëhet streha ku fshihen dhuna, frika dhe mungesa e reagimit. Pikërisht këtë vërtet vuri në qendër drama kur mungon fjala e sjell në skenë nga studentët e Universitetit e Qerem Çabej në teatrin Zihni Sako të Gjirokastrës. Do ta martoj me pishka. Me kë do ta martoj? Me derimin do. Protagonist të skenës së teatrit Zihni Sako mbrëmjen e djeshme u bën student të Universitetit të Gjirokastrës, të cilët sollën të ardhan si shfaqjen kur mungon fjala. Nëpërmjet historisë së verës, një re që përballet me dhunën dhe gjykimin brenda familjes, shfaqja solli për publikun një realitet që nuk është i largët. Në skenë u pasqyrua mënyra se si dhuna ushqehet nga heshtja, nga frika dhe nga pranimi i saj si pjesë e jetës së përditshme. Vepra u realizua me mbështetjen e Bashkisë Gjirokastër në bashkëpunim me Universitetin e Qerem Çabej në regjinë Marsias Lilës.
është një plagë shumë e madhe sociale, dhuna, nuk është vetëm tek femrat, por është kudo. Është tek fëmijët, është tek të gjithë, kudo që ndodhet, se po flasim më shumë për dhunën psikologjike se sa të fizike. Fizike është rezultat gjithmonë. Por gjërat nisin, siç thot Shakespeare, tragjedit filloj nga loja, dhe dashur pa dashur bien në kursin e njerëzve që intrigën e kanë mjet jetese, apo siç edhe shfaqja si personazh i Blerimit që e karakterizonte këtë fenomen. Është një shfaqje që i flet të gjitha komunitetet e gjitha trebave shqipfolse, sepse Bler është edhe një fenomen global, po ndoshta ne në Shqipëri e kemi dhe çik dhe nuk është trajtuar si fenomen dhuna, dhe nëse nuk do arrim të zgjidhim dot komunikimin, mirëkuptimin me njëri tjetrin, besoj se nuk do arrim asnjë gjë, nuk do hedhim hap për asnjë objektiv apo qëllim që kemi në jetë. Për organizatorët, teatri mbetet një hapësirë ku arti nuk shërben vetëm për të treguar histori, por edhe për të hapur diskutim mbi plagë të shoqërisë. Ishte një eksperiencë shumë e veçantë, për mua ishte hera e parë, nuk isha eksperienca të mëparshme. Kishte pak angth, pak stres, po që puna ka qenë shumë e mirë, kemi punuar shumë për të arritur këtu ku ishim sot. Edhe jam ndihmuar shumë si nga regjia, si dhe nga aktorët e tjerë, që më kanë ndihmuar që të futem në personazh, sepse e kisha shumë të vështirë në fillim, duke qenë se dhe herë e parë, eksperienca e parë. Dhe jam shumë e kënaqur, thonë se ishte e shkurtër në përmbajtje, ka një mesazh tepër të fortë që është ai i dhunës në familje. Është pikërisht, unë kisha pjesën në rolin e nënës, në fakt që është një grua që e ka institucionalizuar dhunën dhe e ka pranuar atë si tepër të natyrshme, dhe në këtë linjë janë edhe të gjitha gratë e kësaj pjese. Dhe është pikërisht ky mesazhi që kërkon të përcjell pjesa, që ka një moment në jetë kur gruaja duhet të ngrejë zërin dhe t'i thot jo dhunës, t'i thot mjaft më, dhunës në familje nga babai, dhunës nga bashkëshorti, apo çfarëdo lloji dhune tjetër. Në fakt është një fenomen social tepër i ndjeshëm në shoqërinë e sotme dhe i pranishëm, pavarësisht emancipimit të përgjithshëm që mund të ketë arritur familja. Sërish ne kemi shumë familje ku dhuna është tepër evidente dhe e dukshme. Përtej skenës, shfaqja la mesazhin e qartë se dhuna nuk bëhet më e vogël kur nuk flitet për të. Përkundrazi, heshtja është ajo që e mban gjallë. Anastas Gjoka ju përkushtua zanatit të orëndreqësit që në moshën 17 vjeçare dhe prej dekadash e ushtron me pasion në Delvin. Sot 63 vjeç ai është i vetmi orëndreqës në qytet dhe shprehet se ky profesion është jo vetëm punë, por edhe trashëgimi që duhet të ruajtur. Ai apelon që të rinjtë të mos largohen nga zanatet tradicionale, të cilat po rrezikojnë të zhduken. Që në moshën 17 vjeçare, Delvinjoti Anastas Gjoka zbuloi pasionin e tij për profesionin e orëndreqësit. Dëshira për ta mësuar këtë zanat e shtyu të kërkonte mundësinë për të punuar pranë ndërmarrjes së riparim shërbimeve. Pas miratimit të kërkesës së tij, ai u rekomandua të angazhohej në repartin e orëndreqësve të Delvinës, duke hedhur kështu hapat e parë në një profesion që do ta shoqëronte gjatë gjithë jetës. Pasioni im ka qenë që në moshën 17-18 vjeç, por përfundimisht që fillova zanatin pranë ndërmarrjes së riparim shërbimeve, bëra kërkesë, mu aprovua në komiteti ekzekutiv dhe nëpërmjet drejtorisë që në Sarand, mu rekomandua që të veja në punë pranë repartit të orëndreqësve Delvin. Aty përbëj nga një ustaj mirë që quhej Stefo Luci, një nga ustallarët pothuajse më të mirë në rang republike, ka bërë dhe ai shkollë jashtë shtetit për orëndrejës në ato vite, siç më thoshte. Dhe unë, si rrjedhoje e emrit të tij, gjatë ushtrimit të profesionit, gjithmonë jam mbështetur direkt në mësimet e tij, në teknikacionet e tij në orë, duke më shpjeguar me zell që të lënte një pasardhës, sepse që në moshën që do dilte në pension në ato momente, dhe ai u përkushtua më shumë tek mua, duke parë dhe disa dhunti të mia. Përfundimisht unë e kisha me një pasion dhe dashuri të tepërt, do me thënë në kuptimin e dashuroja dhe e isha këmbgulës për të mësuar atë zanat.
Anastasi tregon se zanatin e mësoi nga mjeshtrit më të mirë të kohës, të cilët i transmetuan jo vetëm njohuri teknike, por edhe dashurinë për punën. Sipas tij, Ndreqa kërkonte përkushtim, durim dhe shumë vëmendje ndaj detajeve, cilësi që ai e zhvilloi me kalimin e viteve fal punës së vazhdueshme pranë profesionistëve me përvojë. Rruga për të bërë Ndreqës nuk ishte e lehtë. Ai kujton se në fillimet e tij hasi vështirësi të shumta, pasi puna me mekanizmat e vegjël të orëve kërkonte saktësi dhe përqendrim maksimal. Vështirësia ishte e shumtë sepse ky zanat është me të fshetat e tia, është një lloj inxhinierie të intave, si thua. Ustaj që kisha unë që është shumë shpjegues, që është shumë usta mjeshtër, domethënë, dhe mua më pëlqente mjeshtëria e tij dhe unë me sa kisha mundësi në aftësitë e mia e përthitha zanatin, domethënë nëpërmjet dhe gjithmonë ndihmesës së tij, sepse në shumë raste ustallarët janë çik konservatorë dhe s'para e japin zanatin, kurse ai u përkushtua tek mua dhe pothuajse më dha, domethënë, talentin e tij e përcolli tek mua dhe unë isha një ndër ata ustallar aty që domethënë u aftësova jashtëzakonisht nëpërmjet ndihmës së ustas Stefo Lucit dhe ja kam për nder që unë mora, domethënë, gjithë dijet dhe gjithë mjeshtërinë e tij e përvetsova pothuajse në të shumtën e përqindjes në zanat. Sot në moshën 63 vjeçare, Anastas Gjoka është orëndreqësi i vetëm që vazhdon të ushtrojë këtë profesion në Delvin. Pavarësisht viteve, ai vazhdon të punojë me të njëjtin pasion si në ditën e parë. Për të, ky profesion nuk është thjesht një burim jetese, por edhe një trashëgimi që dëshiron ta ruajë dhe ta përcjellë më tej, duke kujtuar se Delvina dikur njihej për mjeshtrit dhe zanatçinjtë e saj. Përfundimisht, orëndrejës kam ngelur unë në Delvin, pasi të tjerët si rrjedhoje rënimit të sistemit dhe që ekonomia ra, shumica e tyre morën rrugën e emigrimit, kurse unë vendosa të ushtroja profesionin dhe ja dola mban pasi kisha domethënë një lloj emri në rreth. Unë është një nga zanatet që, si thuash, jo që më pëlqen, por dhe s'dua ta abandonoj sepse është një trashëgimi në artizanalin e, domethënë në çështjet artizanale të Delvinës, sepse Delvina shquhej për anën artizanale, kanë qenë nga artizanal më të mirë në rang rrethi, kanë qenë kopucar, robaqeps, ordrejs, teknik radio-televizorash. Domethënë Delvina ka patur traditë të vazhdueshme, domethënë në lidhje me artizanalin. Me keqardhje, Anastasi vëren se të rinjt sot po tregojnë gjithnjë më pak interes për zanate tradicionale. Sipas tij, profesione të tilla po humbasin dale ngadal, ndërsa gjithnjë më pak të rinj zgjedhin t'i mësojnë dhe t'i vazhdojnë ato. Unë shoh që të rinjt sot nuk janë të përkushtuar për zanate të tilla, pasi e shikojnë çik si të vështirë, sepse shohin që ka shumë pjesë ora dhe vend deri diku dhe dorëzohen dhe nuk e ushtrojnë, domethënë nuk kërkojnë gjëra më të kollajshme në jetë. Kjo është, domethënë ky është një zanat i vështirë që do këmbgulje, do qetësi, do përkushtim dhe do të ketë vetë njeriu dëshirë dhe dashuri për një zanat. Kështu që deri tani s'më shqasur njeri që ta marri dhe që nga djalim nuk do ta ushtroj më. Ndjeni keqardhje për këtë? Unë ndjej shumë keqardhje sepse jeta vazhdon dhe do të ketë vlerat e saj në çdo aspekt të jetës, duhet të jenë vlerat që të spikatin dhe t'i shërbejnë dhe popullit për atë që ka nevojë. Kur kërkon një shërbim duhet t'i afrohet popullit, po këtë nuk e kuptojnë të rinjtë e sotëm, janë çik tek e kollajshme, si thuash, jo tek e vështira. Ai shpreson që brezat e rinj të kuptojnë vlerën e zanateve të vjetra dhe të kontribuojnë në ruajtjen e një pjese të rëndësishme të traditës dhe identitetit të qytetit. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, mirupafshim.